Shkrimtari, gazetari dhe politikani italian Renato Farina është ndëruar nga Bashkia PUK me titullin Mirënjohja në vlerësim të kontributit të tij të çmuar ndër vite për Shqipërinë dhe në veçanti për mbështetjen e emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Itali. Titulli u dorëzuar gjatë një ceremonie zyrtare nga kryetari i Bashkisë PUK Rok Dodaj, i cili e vlerësoi figurën dhe angazhimin e Farinës në forcimin e lidhjeve mes Shqipërisë dhe Italisë, si dhe ndihmën e vazhdueshme ndaj komunitetit shqiptar. Për ne, ky titull është më shumë se një vlerësim. Ai është një shenjë mirënjohje për një mik të Shqipërisë dhe një personalitet që ka ndihmuar në ndërtimin e urave të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit mes dy vendeve tona. I bindur se kjo vizitë nuk do të mbetet vetëm një moment ceremonial, por do të shërbejë si një hap i ri në forcimin e lidhjeve të miqësisë ndërmjet Bashkisë PUK dhe miqve tanë në Itali, duke hapur rrugë për bashkëpunime të reja në fushën e kulturës, arsimit, trashëgimisë dhe zhvillimit lokal. I emocionuar nga ky vlerësim, Renato Farina falenderoi Bashkinë PUK për ndërimin e akorduar, duke cilësuar atë një vlerësim të veçantë që e lidh edhe më shumë me Shqipërinë dhe popullin shqiptar. Personalisht, kur kam qenë parlamentar e Këshillit të Evropës, jam munduar të ndihmoj kauzën e integrimit të Shqipërisë, bashkë me kolegët tuaj që kanë qenë parlamentar atje. Ju po më jepni një titull dhe unë ju detyrohem një borxh dhe borxhet që bëhen me dëshëri nuk shlyhen, ata mbahen me gëzim gjatë gjithë jetës. Jam i sigurt për një gjë, kjo dhuratë më vjen direkt nga Nën Tereza. Duart tuaja për mua janë duart e Nën Terezës, është ajo që ma dërgon, sepse rash në dashuri me këtë tokë dhe këtë popull. Ceremonia u përshëndet edhe nga ish-deputeti Eduard Ndocaj, një prej bashkëpunëtorëve dhe miqve të afërt të Farinës, i cili vlerësoi rolin e tij në promovimin e çështjeve shqiptare në Itali dhe mbështetjen e vazhdueshme ndaj emigrantëve shqiptar. Zotin Farina unë e njoh ka 10 vite dhe ka qenë një mbështetës më të vërtetë i komunitetit shqiptar në Milano, për në gjithë Italinë, sepse është një në njerëzit që ka punuar, ka kontribuar për gjithçka që i përket problemeve tona që kemi të shumta si emigrantë që kemi mbi 33 vite në Itali. E ndjen prezencën tonë dhe ka dëshirë që ne të jemi pjesë edhe më lartë se përveç se pjesës ekonomike dhe pjesës që jemi të integruar 100% atë komunitet mrekullueshëm që na ka pritur dhe na ka mbajtur. Renato Farina është një emër i njohur në politikën dhe gazetarinë italiane. Gjatë karrierës së tij ka mbajtur pozicione të rëndësishme në jetën publike, ndërsa ka kontribuar edhe në afrimin e marrëdhënieve mes Italisë dhe Shqipërisë, duke qenë një zë mbështetës për shqiptarët, veçanërisht për komunitetin e emigrantëve në Itali.